Ditën e sotme, brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, janë shfaqur lajme ku thuhet se ish banori DJ Gimbo ndodhet në arrest. Selina ka parë informacionin, por për shkak të sfidës së mosreagimit që po zhvillohet brenda shtëpisë, ajo nuk ka reaguar drejt lajmit. Ky moment ka kaluar pa komente nga banorët, duke respektuar rregullat e lojës. Kujtojmë se Selina dhe Gimbo finalizuan lidhjen e tyre brenda shtëpisë së famshme me një dasëm, por në një nominim me banoren Brikena, DJ Gimbo u eliminua nga gara. Kujtojmë se me të mbërritur në studio pas eliminimit nga shtëpia e famshme, DJ Gimbo u përball me një lajm të papritur në lidhje me mikun e tij, Gjestin. Gjatë intervistës pas daljes nga shtëpia, moderatora e njoftoi Gimbon për zhvillimet më të fundit që lidhen me Gjestin. Ai bëri të ditur se artisti ishte përfshirë në një incident të ndodhur ditëve të fundit në zyrat e kompanisë që menaxhonte materialet e tij në platformat online, ku dyshohet se ka kërcënuar stafin. Si pasojë e këtij rasti, ndaj tij është caktuar masa e parë e burgimit për 30 ditë nga gjykata, ndërsa aktualisht është liruar nga burgu. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.